Mirë, pas hapësirës publicitare, ne do të shkojmë sërish live me lamtomirën e fundit për Fatos Nanën. Është kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, në këto momente, i cili do të jap lamtomirën e fundit ish kryeministrit Fatos Nano ditën e sotme. Ndërkohë, të tjerë përfaqësues është edhe Ali Ahmeti, i jemi me këtë pamje nga jashtë ambienteve të Pallatit të Kongreseve. Pak më parë ishte Ali Ahmeti, ndërsa në këtë pamje ishte Albin Kurti, kryeministri në detyrë i Kosovës. Teksa përkullet përpara ardhmortit të